Ne sot debatojmë lirshëm në këtë sallë falë sakrificës së madhe të popullit tonë për liri, përfshirë luftën çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kontributin e madh të grave dhe burrave që dhanë gjithçka për vendin. E sot këtu, në këtë pasdite vim, pasi gjatë tërditës kishim seancën gjyqësore ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Historia e popullit shqiptar të Kosovës është e qartë dhe është e drejtë. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë për çlirim. Dihet kush ka qenë agresori, dihet kush ka bërë krime në vendin tonë, ato janë të regjistruara dhe të dëshmuara nga bota mbar. Ato krime janë kryer nga Serbia, e cila kur asnjëherë nuk u përball me drejtësinë në mënyrë serioze. Përkundrazi, kriminalët e luftës u ricikluan në pushtet e u amnistuan. Ne presim që ish-krerët e UÇK-s të kthehen sa më parë në vend dhe tek familjet e tyre, dhe që këto orvatje të prokurorisë të marrin fund sa më parë.